Banorët e 6 fshatrave të njësisë administrative Trega në bashkinë e Elbasanit u ngritën këtë të premte në protestë për të mbrojtur burimin e ujit në fshatin Muçan, nga i cili furnizohen me ujë të pishëm. Sipas tyre, 6 biznesmen kishin nisur punimet për shtrirjen e tubacionit, duke çarë asfaltin e rrugës me qëllim që të merrnin ujë direkt nga burimi. Banorët shqetësohen se kjo mund të rrezikojë furnizimin e familjeve të zonës, veçanërisht gjatë verës. Ata thonë se nuk janë pyetur dhe nuk kishin dieni për këtë veprim dhe përkundër ankesave tek autoritetet lokale, u është thënë se nuk kanë kompetenca për të ndërhyrë. Jo ata që do ngjelin pa ujë, po dhe ne rrezikohemi. Shumë shpejt, sepse në këtë verë që kaloi, kemi ngel mbi 5-6 herë pa ujë. Këta tuba do viheshin direkt në burimin ekzistus për të ardhur këtu. Di që do të merret edhe një leje, nëse është një vepër e tillë, do të merret edhe leje popullit valla, do të marrët një peticion që ta lejojmë ne të marrin ujë këta zotënitës, ose mjafton, s'mjafton, ka një studim kjo punë. E përdorin 6 fshatra dhe po marrin ujë 6 biznese, po marrin ujë ata ujë s'ka për ver, ujë për ver s'mjafton për fshatar. Ne i kemi faleminderuar. Dhe dije me pamba me çfarë kemi ne. Kur sot dën shesin ujin. Ishte nevoja për fshatra të tjerë, uji u shpërnda. Tani privatësisht me miq, me shok nuk e di, marrin privatët ujë. Ndimër ka ujë bollë aty se është zalli. Në verë, gjatë verës, vjen ujë me orar, edhe ka dhe ditë që nuk mushet puseta e fshatit, për arsye se ka puse private, edhe ajo e zburim është. Ato 6 tuba ujë do mes komuniteti pa ujë. Pavarësisht akuzave, kryetari i njësisë administrative Tregan, Mërkur Kaçi, dhe kryeplaku i fshatit Muçan Beqir Papri deklarojnë se qëndrojnë në krah të banorëve dhe nuk do të lejojnë marrjen e ujit nga bizneset, edhe pse kjo është një kompetencë e ujësjellësit. Unë kontaktova me kryetarin e fshatit dhe thash ndaloni punimin sepse nuk kanë leje, nga komuna nuk ka, nuk di asgjë. Edhe u ndalun punimet, u hoqën tubat, u mbushën kanalet, erdhën banorët, bën ankesën tuaj, mori kërkesë ankesë me shkrim. Mbas këtyre pastaj do të procedurat për shemb te ky basen e ujësjellësit, po kështu të imëtej për persona që kanë ndërhyrë pa drejtësisht dhe pa ligj. Unë bashkë me ta të zgjidh këtë problem. Edhe them që sa të jemi këtu në pozicion nuk do lejohet ndërhyret me ujë. Kjo është taksative. Uji i pishëm nuk ka permit preki. Vi kushtet. Jo privat, por shteti s'ka për ta çuar ne. Ka kërkuar vetëm një vllazë ujë aty s'ka marrë. U mush kanali tash prap, ikën se kush është unë nuk e di. Aktualisht punimet janë pezulluar ndërsa nuk dihet nëse bizneset kanë marrë leje nga institucionet për ndërhyrjen. Banorët shprehen të vendosur për të mbrojtur burimin e ujit në çdo mënyrë.